hetimi rolli pra derivoi nga dosje të tjera, nga keshja Osheja, siç po thoni ju, apo Arasheja, është përgatitur në Amerikë që erdhi këtu, me që më thatë edhe për atë që Dumani u shoqërua në kthim nga oficer të FBI-s, apo si? Jo. Apo ka folur dikush? Është Erion Velia i cili ka folur. Unë kur e deklarova që Erion Velia ka folur, këta e quajtën, domethënë, glollik themi. Pse? Sepse Erion Velia janë bën gjërat përpara, dokumentet janë bën përpara dhe Erion Velia duke mbrojtur veten tashmë, se do mbrojsh veten, kur je në akuzë do mbrojsh veten. Patjetër që do japi shpjegime. Erion Velia bëri një gabim, sipas gjykimit tim. Nëse do kishte pranuar që të bëhesh penditur të qytetit e parë, Erion Velia do kishte kushte të tjera. Nuk e pranoi. Por ama tashmë ai u detyrua të tregojë për të gjithë çuritë, për gjithë lejet e ndërtimit, për gjithë përplasjet që janë edhe përplasjet që janë për. Erion Velia është pyet kur doli atë natë që u mor nga fobia, është marrë Erion Velia në pyetje. Për çështjet e Amerikës, se ka qenë me gjithë ramën në Amerikë. Pra, këtu nuk është thjesht Beli, unë pranaj thash, nuk është thjesht Belina Balluku. Belina Balluku për shembull sot është në Zvicër. Belina Balluku kujton se do lëvizi ato llogarit bankare nga Zvicra, por nuk e lëviz dot, janë gjitha të bllokuara. Ta të gjithë i kanë llogaritë e bllokuara. Ju po thoni që ka vajt Zvicër për këtë punë, për lëvizje llogarit? Po patjetër, nuk bëjnë lëvizje kot këta. Unë u kam thënë me kohë që të gjitha llogaritë bankare, edhe në Honduras, edhe në Bangladesh, ku doni ju, do janë të filmuara, të llogaritura, kush është fut personi që ka derë para, kush është ai që ka bërë lëvizjen, se këta mendojnë se, domethënë, janë si puna strucit këta. Fusin kokën e kujtosin si shef njëri, dhe harrojnë se, e kupto, për sa kohë të del emri në raportet e Departamentit të Shtetit, ti je sigurt që je i survejuar, je i kontrolluar, përpse Belina kujtoni ju se ka vajtë në Zvicër, nuk është e survejuar. Ata e në survejuar këtu, jo kur dalin nga shteti. Atje ndodhe dhe Ahmetaj. Ore, jo më nuk e tako do të Ahmetaj, por se Ahmetaj është me eskort tjetër. Se edhe Ahmeta nuk është se ka hik vetë, nuk kam thënë, Ahmeta nuk ka hik vetë. Ahmeta e kanë marrë. E kanë marrë, tregoj, bëri librin, rri atje do vi Ahmeta, dhe Ahmeta do përballet qyshtu. Jeni sigurt? Po Zoja Balluku si mendoni që do përballet me këtë proces? Zoja Balluku do përballet si gjithë tjerë. Qecat ndetë edhe zonjës Balluku. Absolutisht. Por, këtu, unë thash, nuk shihet thjesht si zonja Balluku. Këtu flitet problemi i Ramës, ju do të shihni se si po shkatërrohet Rama. Se mas Balluku ty në kam thënë që mos kujtoni se janë persona të cilët janë individ. Këta janë grup kriminal, ky ka ndërtu mafia në shtet. A e kuptoni se çdo të thotë mafia shtet? Domethënë, nëse në një vend tjetër mafia kërkon të kapi një ministër, një prokuror, një gjyqtar, tu s'ka nevojë. Dhe me Gonigalin që thanë këta, se këta parë politikët, këta s'din asgjë, këta flasin kokë. Ka bler Rama me Gonigalin, jo më zotri, jo, e ka bler me Gonigali Rama, se me Gonigalin i duheshin informacionet sekrete. Dhe informacionet sekrete i mban presidenti kryeministri. Dhe ai merrte informacione për të shit. Se këta e quajnë kaq të thjesht, domethënë sikur është diçka që ky personi e ka bler ky. Se kujtoj se është me 200.000 euro. Po pse ata këto 200.000 euro? Po çfarë ata? Zoti Merkoçi, a mundet që ditën e hënë, dje se ju ndërpreva, ditën e hënë Zoja Balluku mund mos paraqitet vetë, edhe të çojë avokatin, pra nga ana ligjore. Absolutisht do të paraqitet vetë, absolutisht do paraqitet vetë, me gjithë avokat. Nuk ka të paraqitet avokat, do paraqitesh vetë, do firmosh vetë. Nuk paraqitet avokat. Avokati është shoqëruesi jot, është personi për të cilin shep. Po mund të thotë që për shkak të angazhimeve në Zvicër, kudo që të jetë, kanë hikur këto kora që kam një takim jashtë shtetit, se të shkoj këtu, se kam të agjendën këtu, kanë hikur këto kora. Unë thash, çdo gjë është kalkuluar.